Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndimet të nësi takojnë me Allah subhanahu, atë e los dhe ati përgjohëm që ta lavdëroj dhe ta begoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pëzgjedhur. Të ndovë vëllezër, shpesh ndoshta ato bisedat që janë përmena fetarve, janë biseda shumë autoktone që s'u kupton dikush i cili vend prej jashtë kampusit fetarve. Edhe ndoshta një prej arsyeve të një shkputjes apo një diskrepancës që ndodh në diskursin fetar është kur mundohu me çdo kusht problemin përmena kampusit fetar me bë të qartë për atë i cili është jashtë. Edhe rrjedhimisht pastaj ky i cili është përmrena nuk e gjen veten sigurisht se po i dedikohet një shpjegim fetar. Kjo arsye sot këtë çka po du me trajtu është shumë e ngushtë. Po them e ngushtë, shumë e ngushtë, domethënë i takon veç një fetarit. Edhe nëse një fetar sot nuk e krijon si problem që këtë trajtes, realisht domethënë do të me reflektu. Nëse është shumë larg e nuk pido këtë temë që e prek, edhe temë që bie mbar mbi të, apo domethënë ka ndodhur diçka që rrjedhimisht ja ka prishën vizionin për me mujt me pa. Për çka kam fjalën? Na për shembull në fetari edhe në udhëzim e kena një krizë të ndryshimit pozitiv, po i cili ndodh shumë ngadalë. Domethënë proceset fetare të tonat shpesh domethënë cilësohen ose mund mi shti në një kategori procese mirë po ecin, ama po shkojnë ngadalë. Edhe shpesh ndodh që kjo që shkojnë ngadalë na nuk e alarmojmë situatën ose nuk ndjemi që duhet me marr masa për me kthy situatën në një shpejtësi të tjetër. As më tepër nëse për shembull e mosmi veten me sinqeritet plot. Për shembull, analizon fjala bie për shembull proceset e përgjithshme të fetarisë, apo shkojnë ngadalë apo shkojnë keq, ose apo shkojnë në nivelin tan të fetarisë, ose apo shkojnë në përpjestim edhe në përputhshmëri me rrethonat. Për shembull, sa ki derse, sa ki mundësi, sa ki shoqëni, sa ki koncepte të qarta. Edhe me këtë këto, me çku fetaria çka dal. Ndërkaq ndoshta një gjysh i yti me një ders në 6 muaj ka pas fetari më të shpejt se sa jotja. Atëherë domethënë në një situate e një farë gërvishjes mrena për me hallakat çka u ndodh, domethënë pse shkon domethënë në procesi fetarisë që ka zgjadal. Ose për shembull e kupton që duhet me lani gjuna ose një shoqëni të gjunait ose e keni mëkat ose një gamë të mëkate kështu më radh, edhe e bin që duhet me lan, po i e bind edhe ki vendos me lan. Na nuk i na të fol, a ki vendos me lan ose se ki vendos. E zëm sikur ky debat është kry. Thjesht që kjo lënja ose marrja, lënja mëkatit ose marrja një vetie, marrja dhe kryerja një obligimit, a u të shkuet çysh e ka lyp Allah subhanahu wa taala apo është duke shku domethënë shumë ngadalë. Ndaj, unë kisha pas dëshirë fillimisht me analizuar një fakt përpara se me hit tek tema që kom përgjigjet për sonte, që shpresoj me përmbyll me çato minuta që domethënë vetëse jam kumtu më herët se sa zgjasin paraversisht ligjëratat. Domethënë përgjithsisht njerëz të mençur në raport me gjonat me rëndësi e ngrejnë alarmin e ngadalësisë ose të shpejtësisë ose të efikasitetit edhe të produktivitetit. Në kuptimin që një punë duhet mu kry, po nëse nuk u kry në bazë të planit të parapar, ose në bazë të vlefshmërisë që është parapar, ose në bazë të domethënë hartës që është përcaktuar, atëherë i bie sikur nuk është kry. Domethënë nëse një punë kryhet jashtë para shikimeve të duhura, me varfëmi na kena mangësi. Kështu që e para në fetari, në farze, në gjuna e kështu me radhë, domethënë duhet me kuptu që ekziston një alarm për ngadalësinë. Ekziston një alarmim për ngadalësinë, edhe na duhet me pranu si realitet. Domethënë ti ki 10 vjet udhëzim, edhe i ki do gjendjet fetarisë që u dash parimisht mas një vjet do më të ndreq, jo mas 10-ve. Edhe nëse tash mas 10-ve ndreqen, elhamdulillah që janë ndreq. Ama realisht duhet me çortu vetëm se nuk janë ndreqën para 9 vjetëve. Domethënë që këtë situatë që na nuk e alarmojmë vetëm për ngadalësinë e proceseve dhe të ndryshimeve, qoftë në praktikën e mëkateve, qoftë në kryen e farzave, domethënë na jena për mu çortu. Dhe e dyta që duhet me pranu si të vërtet fetare, që diskursi kuranor e nxjerr si alarmim mos ndryshimin e shpejt. Mos ndryshimin e shpejt, sigurisht e kena rastin kur thot Allah subhana, alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haq. Thot nuk ka vakti, nuk ka koha që ata që besojnë, domthon këta u kry, këta janë përcaktuar te kampusi i imanit, këta se kanë më dilemë vetë përcaktimin imanor. Thot nuk ka koha për këta që besojnë që kur përmendet Allahu, edhe kur zbrisë e vërteta, kur gjindën përpara Kuranit, zemrat e tyre me fërgullu, zemrat e tyre me rënqell, zemrat e tyre me pasën domethënë për ulje,
Çfarë thot Abdullah Mesudi, sikur se shënon Imam Muslimi, thot ma kana baina islamina wa baina an atabana Allahu bi hadhihi al-aya illa 4 sinin. Thot ndërmjet islamit ton, kur e kena pranuar islamin, thot Abdullah Mesudi, në Mekën e persekutimeve, Mekën e sprova, Mekën me këtë ato të lashët, apo? Thot prej kur e kena pranuar islamin, thot Abdullah Mesudi, e derin sa na ka çortu Allahu me çka ajet janë kon veç 4 vjet. Janë kon vetëm 4 vjet. Domethënë, e pranojnë sahabët islamin, kushtet minimum për me mujt fejen, kushtet domethënë jashtëzakonisht trona për me mujt fejen, persekutim për të anëve, edhe mas 4 vjetëve Allahu po i çorton çysh ju ala që kanë zbu zemrën. Domthon 4 vjet shumë janë. Në çi koncepti 4 vjet shumë, a mungon të një temë fejes në secilin prej neve. Për shembull, a mundet të thonë dikush për shembull, më thonë në fjalë arabie për shembull, në raport me Kur'anin shumë u bë 10 vjet që unë ala kur konsian. Ose në raport për shembull me një mëkat për mëkat, më thoni shumë janë bë 10 vjet që unë ala nuk e kom pru vetën çdo. Ose për shembull na kur folmi sot për namazin e natës, i folmi njëjtë, edhe këtij isha udhzu para 6 muajve, edhe këtij isha udhzu para 20 vjetëve. Ndërkaq realisht kur e ngon ky që është udhzu që 20 vjet, temën e namazit natës do të thonë vetes, kjo temë u dosh më kon shumë e fortë më tonë. Në 20 vjet unë alosën e kom drejt si temë. Ndërkaq më thonën, mundet një vllai musliman tash më udhzu edhe me kap mirë, edhe mas 6 muaj më kon më i fortë se sa ti për shembull që e udhzu, domethënë që 20 vjet. Ka thonë dikush piselefit kur e ka komentuar që këtë jetë, a nuk ka koha për ata të cilët kanë besuar që kur lexon ajetet e Allahut azza wa jall, kur zbret Kurani edhe kur përmendet Allahu me u porul zemrat, edhe kur e ka komentuar këtë fjalën Abdullah Mesudit, që realisht Allahu i pas ka çurtu mas 4 vjetëve, edhe ua ka konsideruar Allahu ndryshimin të ngadalshëm. Se çka do të thonë një ajeti, domethënë shumë i nivanu, apo? Ka thonë dikush piselefit, Allahu po i çorton sahabët dhe ata më të dashurit të Allahut. Domethënë mas 4 vjetëve, se e keni pasur për shembull kur e keni hatër dikon. Për shembull, dikush e kryen një punë ka dal. Edhe ti ndoshta me çetër kan, i kishe thonë, jo, unë këtë punë se kisha toleru, më ma vanu më shumë se 2 ditë. Dikush ta ka vanu 2 javë, më shumë hatër i madh, thotë, jo, me këtë nuk shyri shumë se çashtu e kena muhabetin. Allahu subhanahu wa taala, domethënë sahabët i do mas shumë ti mas pejgamberët, mas pejgamberi sa ose më mas pejgamberën përgjithësi, po që tash ka i do mas shumë ti po i çorton mas 4 vjetëve se nuk i kanë zbu zemra. Domethënë shumë ka dal ka shkuë, do të thonë përmirësimi i ju. Kështu që un po them që një prej gjonave që neve na ka kushtuar shumë fetari, që shumë procesi i kena lënë të hapura. Nuk kena qit, domethënë termine, nuk kena qitën data, nuk kena qit deadline për shembull që duhet më kryej kjo punë. Domethënë skryhet brenda kësaj periudhe, domethënë i bie që e keni dos të dështimit edhe nëse ki dalë suksesshëm. Domethënë edhe nëse del mirë në çfarë temë, me një parformë duhet më pranuar vetën tonë që je dështak. Je dështak sepse e ke krye jo në një interval kohor natyrshëm që është para pa për më shumë më krye, domethënë çaj proces. Ndaj kisha pas dëshirë ndërlëzër sonte me e mor vetëm një segment prej segmenteve të akidës tonë, të besimit tonë, të dogmës tonë, e që besoj bind shumë meselet e detajet që kanë të bëjnë me këtë mesele, kanë të bëjnë me çeket që Allah azza wa jall do me na përngut neve përmirësimin. Do me na ngut Allah subhanahu wa taala domethënë përmirësimin ton. Sa është për çka bëhet fjalë? Edhe një që për meseleve që e besojnë ahlus suneti edhe e besojnë i thartë e islamit, është meselja e urës së siratit. Urës së siratit. Edhe na kemi akide, besojmë që ka urë të siratit. Edhe duhet më kalu çaj urë për më të shkuë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo urë është sipër, domethënë në xhenemit. Kam cituar hadithet që kanë ardhur për urën e siratit. Mirë po, veç me një qëllim. Jo për me sforcu si akide, jo me sforcu si dogmë, jo me sforcu si mesele që ka të bëj me detajet, apo thjesht me arteni objektiv pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka folë çka është detaje për urën e siratit, edhe dyta pse Allah subhanahu wa taala që këtë realitetin e kalimit të urës së siratit e ka bërë kësaj sikur që ka marrë në hadith sikur që keni më pa tuti inshallah. E shënoni Imam Buhariu Muslimi për Abu Sa'id al-Khudriut, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot yum yu'ta bil jisri fayuj'alu bayna dhahray jahannam. Thot pastaj pasi që ndodh llogaria kështu më radh, pasi që të vijë Allahu te barekuhu teala në tubimin e madh në mahshar, sillet sirati edhe vihet ura e siratit mbi, domethënë në xhenem. Thot el mu'minu aleha kat tarf. Thot besimtari ka përcen, domethënë sikur se hapja dhe mbyllja e syve. Sa një hapje dhe mbyllje e syve, domethënë shpejt. Pastaj thot au kal barq, ose thot kam pas disa që kanë me ka përcy sikur se domethënë vetëtima. Au kal rih, ose disa të tjerë kanë me kalu sikurse, domethënë shpejtësia e erës, wa ka ajawidil khayl, ose disa sikurse kalerimi i shpejtë i kuajve të veçantë. Thot war rikab, ose kanë me kalu disa sikurse kalohet me deve të cilat domethënë kanë një lloj ecje, për shembull në shkretir, edhe pastaj thot fanajin musallam, thot aty mos i ta ka përcejnë muslimant, se tjerë se ka përcejnë hiç.
tjerë, domethënë popujt e tjerë që kanë adhuruar dikë tjetër krahas Allahut bin xhenem drejt për drejti. Me po këta që kanë me tentuar me kalu, po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Fanajin musallam, o ka mu kon dikush i shpëtum që ka me kapërcy, po musallem i shnosh, domethënë pa e gjetë gjë për asaj, domethënë për asaj ure e cila është më e mprejtë se sa më e mprejtë sa shpata dhe më e hollë se sa domethënë ka në transmetime se sa një kime, thot wanajin makhdush. Po disa të tjerë thot kanë me qenë të shpëtum, mirë po të gërvisht. Domethënë të tentuar me shpëtum me kapërcy urën, kanë me qenë domethënë të prej prehtësisë së urës së siratit, e pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa makdusun fi nari jahannam." Edhe ka me pas të përmbysur në zjarrin e xhenemit. Kush ka më kon përmbysur? Këta që kanë tentuar me kalu, se domethënë mushrikinët edhe qafirat nuk tentojnë me kalu, se bin. Këta që kanë me tentuar me kalu, i bie që këta parim janë musliman, e kanë potencialisht mundësinë me kalu në siratit. Mirë po domethënë shkaku i gjunave të mëdha ose shkaku i arsyeve që e di Allahu subhanahu wa taala, këta thot përmbysen edhe bin në zjarmin e xhenemit, thot hatta yamura akhiruhum yushabu sahba. Thot derisa i fundit që mundet me shpëtu, thot arrin me dal mana tona duke shku zvarr. Duke shku, domethënë duke u zvarrit në urën e siratit. Transmeton Buhariu pe Abu Hurajra pe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Fa yad'uhum fa yudrabu as-siratu bayna dhahrayni jahannam." Thot thirrën krijesat për me kapërcy urën, edhe thot vendoset ura mbi xhenem. Thot fa akunu awwala man yajuzu min ar-rusuli bi ummatihi. Thot unë jam i pari me ummetin tim që e ka përcej. Unë jam i pari me ummetin tim që e ka përcej, domethënë urën siratit, wa la yatakallamu yawma idhin ahad illa ar-rusul. Dhe atë ditë kur kush nuk fol përveç pejgamberëve. Atë ditë nuk fol kur kush përveç pejgamberëve, situata është domethënë kritike. Thot wa kalamu ar-rusuli yawma idhin Allahumma sallim sallim. Edhe çatëherë që të folin pejgamberët në urën siratit, o Zot pështona, o Zot pështona. O Zot na shpëto. Vetmja fjalë që thuhet në urën siratit është Allahumma sallim sallim, kush guzon me thon këtë? Vetëm që e thonë janë domethënë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Shënoni Imam Ahmedi, Imam Buhari, Muslimi ibn Sudit, thot akhiru man yadkhulu al-jannata rajulun fa huwa yamshi marra wa yakbu marra wa tas'afu an-nar marra. Thot i fundit që hyn xhenet, thot është një njeri që domethënë masi dale për me shkuar në drejtim xhenetit, thot që këtë urën e siratit thot e ka përcen thot herë tu hec, herë duke u zvarrit, e herë duke kap ka pak valt ato flakat e xhenemit. Edhe pastaj thot fa idha ma jawaza iltafata ilayha fa qal. Thot moment që arrin me dal në çosh urës, thot kësaj tabaraka alladhi najjani mink. Thot kthehet edhe shet xhenemin e thot i madhruar është Zoti, i plot bekem është Zoti i cili më pshtoi piteje. I cili më pshtoi piteje, thot laqad a'tani Allahu shay'an ma a'tahu ahada min al-awwalin wal akhirin. Ka dhënë Allah subhanahu wa taala diçka si ka dhënë kurkujt para meje edhe mas meje. I pari i fundit, çka ekziston kurkush nuk ka diçka më shumë se unë që kam shpëtuar me shumë me ka përcye urën e siratit. Kështu që ky e ka kalu, edhe moment që ka kalu unë rahatu. Edhe kur rahatu ka thonë, "Shumë ka dhënë mu Allahu s'ka dhënë kurkujt." Shumë ka dhënë mu Allahu si ka dhënë kurkujt. Për arsye Muadhi radhiyallahu anhu ka thënë, "Inal mu'mina la yaskunu raw'uhu hatta yatruka jisra jahannam." Thot trishtimi i besimtarit nuk qetësohet pa e lënë mbrapa domethënë urën e siratit. Pa e lënë mbrapa, pa u siguruar që mbrapa ti është ura domethënë e xhenemit, thot nuk qetësohet. Po do më përmbledh që këtë përshkrimin e urës siratit me një fjalë të Imam Kurtubiut, edhe po e lexoj drejt për drejt në gjuhën shqipe shkaku i kohës, mirë po kisha pas dëshirë teksa po e lexoj domethënë përshkrimin që ka bënë Imam Kurtubiu, më kon pak më dëvendshëm edhe me provoku pak imagjinatën sepse na aktor, o tu fol për diçka që na kena me ka përcy. Domethënë mu me fol për varfrin, edhe thu Allah e lehtësoft varfërve, se nuk e sheh veten aty. I na tu fol për gjendje lufte, thu Allah e lehtësoft njerëzve që janë në luftë, nuk jena na. I na tu fol për njerëz të smutna për spital, thu Allah e lehtësoft kush në spital. I na tu fol për urën e siratit, jam të fol për veti, edhe për ty. Domethënë na kena me ka përcy urën e siratit. Domethënë çka ngjarja e siratit është e jonja. Çka ngjarja e jona. Vetë se lut Allahu subhanahu wa taala më na mësu pikërisht domethënë çata sa çelëm shel syt, e jo këta të cilët domethënë zvarritën. Thot Imam Kurtubi. Thot mënoj thot tani thot frikën që ka me kaplu zemrën tonë kur kimë pas siratin. Tashmë thot mënoj. Domethënë padyshim kam u kom gjendje frikshme. Me pa urën e siratit as ki çare pa e ka përcy. Nuk ka alternativë. Nuk ka rrugë tjetër me shku në xhenet. Pa tjetër kimë ka përcy ka ura e siratit. Thot dhe mendoj hollësinë e tij, se sa urë holl edhe ngushtë është. Pastaj thot mënoj thot që ka me të shku shikimi tukon sirat, ka me të shku shikimi me pa xhenemin në sirat. Kimë pa xhenemin në sirat. Edhe thot mënoj që kimë pa dhe errësirën e xhenemit. Kimë pa errësirën e xhenemit. Pastaj thot kimi dëgju zhurmat e tmerrshme të xhenemit. Zhurmat e xhenem live,
po edhe zhurmat e flakave të moja që janë në xhenem, këto mohon thot kimi pa, edhe kimi ni. Edhe pastaj thot, ndërkohë që je urdhëruar me hec mbi këtë urë, s'ki çara pa hec për me shku tutje. Pastaj thot, ndërsa ti je në gjendje të dobët, me zemër thot trazume, me kam që dridhen edhe me një barë mkatësh mbi shpinën tane, thot në tokë të rrafsh me pas hec u kon zor. Tokë të rrafsh dynjas me pas hec i shkon zor. Menoj thot du të me hec ti me çtu kam të tua dopta, me që këtë zemër trazume, me që këtë zemër që e ka mbërthy friga, thot kime ka përcy për me moj dalë në tona, edhe është më honë ngjarje patjetërsueshme. Thot e si ki mundësi me hec në tehun e hollë të Siratit. Thot si do të jetë gjendja jote ku ta vendosësh njërin kom, thot mbi të dhe të ndjesh mprehtësinë e tij. Kimë pas se sa mpreht është, edhe pastaj kimu detyru pastaj sërish komën tjetër, thot me hec tutje, ndërsa ti po tenton thot me hec, thot veç i sheh krijesa turshita atyra. Vetë se i sheh njerëz të tjerë që janë para teje, turshit edhe duke ra poshtë në xhenem dhe engjëjt e ndëshkimit duke i kapur me grepa dhe me kthetra. Ti thot i sheh ata duke u përmbysur me kokën poshtë në drejtim të zjarrit dhe këmbët thot lart. Sa pamje të mërshme, sa i frikshëm dhe sa i vështirë është ky kalim, sa e ngushtë është kjo rrugë e shpëtimit. Sa e ngushtë është kjo rrugë e shpëtimit. Të vëllezër, unë kisha pas dëshirë domethënë me reflektu të çështja e urës Siratit, me arte që muhabeti i parë shka e përmenëm, që neve na shkon përmirësimi fetar shumë ngadalë. Neve na shkon praktikja e mëkatit shumë ngadalë. Mirë, po e vët re te ura Siratit çysh ke punë e kalimit. E shënon Imam Tirmidhiu, Shalboni thotë hadithi sahih për Abdullah ibn Mesudi, thotë yaridun nasu an-nar thumma yasduruna minha bi a'malihim. Thotë njerëz thotë ka përcejnë për mi xhenem. Mirë, po shtojnë për mos me ra poshtë në bazë të veprave. Në bazë të veprave. Ka në rivajetin Imam Hakimit të hadithi Abdullah Mesudit, që e ka shënuar Imam Buhariu që e përmena pak më herët, thotë thumma yakunu akhiruhum rajulan yatalabbatu ala batni. Thotë i fundit që ja nis me shpëtu për me ka përcyer në Sirat, me dona tonë është një njeri i cili zvarritet, mirë po zvarritin e ka për barki. Domthon shkon barka za, domethënë për me shumë me ka përcyrën. Edhe pastaj thot Allah Azza wa Jall, ej Rabbi lim abta'at bi. I thot Allah Azza wa Jall, o Zot, pse po ma ban çka dal me shku? Pse ma ban çka dal me shku drejt e xhenetit? Allah Azza wa Jall thot, lam ubti bika inma abta'a bika amaluk. Nuk jam tu të ngadalsu unë, po të ka ngadalsu vepra jote. Nuk jam unë të nal me shku kadal. Jam të nal kadal veprat e tua. Pse u desh me ardhen çto? U desh pikërisht me pru çat pyetjen sfiduese pak më herët. Domethënë, na shumë kadalin ato shku vllazin. Domethënë, në farzin ato shumë kadal, veç mi thon vetës tamam, çiket fjali kadal që më ka përcyrë në Siratit. Hadi që pezomi e ka përcen. Pezomi e ka përcenur në Siratit dhe në atona. Aja vlen me shku pak ma shpejt të farzët me që këtë ide. Po shkoj ma shpejt të farzët me ka përcy ma shpejt në Siratit. Ose për shembull je të shku kadal të praktisja gjunave dhe me thonën që kjo kadal të praktisja gjunave, a mundët më konë kadal nesër me ka përcyrë në Siratit. Ose për shembull të ndryshimi jot përgjithshëm fetar që e ki domethënë ndoshta hiç nuk ka limite ose nuk ka domethënë limite kohore që patjetër do të më bën që këtë formë edhe me rreziku domethënë që ndoshta që kjo që nuk i krim urdhëresat ato mëkatet e nuk i praktisim, mund të më konë një për fjalive që ka më na thon ditën e gjykimit, nuk ka të nal Allahu, nuk ka të ta bë Allahu me shku ka dal, po janë të ta bë veprat e tua. Janë të ta bë veprat e tua. Për arsye, ne duhet me ngrit alarm. Allahu subhanahu wa taala a ka mujt me lën ditën e gjykimit të pa urën e Siratit. A ka mujt, domethënë. A bën si musliman me reflektu meselet e akides, me thon pse Allah e ka lënë urën e Siratit. Domthon pse gjithë këtë merr në ditën e gjykimit? A pa ka të merr në ditën e gjykimit? A vesh tubimi për llogari është boll të merrshëm. Pastaj domethënë me pa kit njerëz domethënë trishtim, me pa dillin, me pa ndjersitjen derin domethënë derin madje derin te buzët shumë njerëz, derin në vesh ka në vet. Po, a nuk është që kjo boll për më kon trishtimi boll në ditën e gjykimit? Veç fakti që ka mendon njerëz para Allahut, a nuk është boll për më kon trishtueshëm? Pse ka bëu Allah edhe më trishtueshëm urën e Siratit? Domethënë Allah azza wa jall këtu detaje ka përcimi i shpejtë urës së Siratit. Dikush e ka përcen sa hapja dhe mbyllja e syve, se ai bindjen tokë ka sa hapja dhe mbyllja e syve. Domthon kur vën puna për namazën e sabahut, ai nuk menon ni sahat. Ai nuk i ngon 200 derse. Ai nuk vën puna për mi përkushtuar do farzat Allahut, ai nuk i don domethënë një seri, 2 seri, 3 seri. Se ai është i shpejtë sikurse hapja edhe mbyllja e syve, edhe rrjedhimisht edhe urën e Siratit e ka përcen sikurse hapja dhe mbyllja e syve. Tjetri e ka një shpejtësi sikurse
të vetëtimës, çashtu që e kim fetari, bindjen edhe përgjigjen, çashtu mundesh me pas në ditën e gjykimit, domethënë kalimin e siratit, kështu që një prej gjonave që neve shpesh na hik, edhe shpresoj që të jetë një prej formave të reflektimit sonte, domethënë çdo meselë në fe e ka një urtësi duhet me hallakat. E sidomos meselet e akidës, domethënë krijimi i urës së siratit. Pastaj domosdoshmëria e kalimit të urës së siratit për shumë me dal tutje. Edhe pastaj këtë çkyt merr, kjo është për me na sforcu neve domosdoshmërinë e ngutis. Me na ardh neve si domethënia që duhet më ngut në fetari, duhet me kap më shpejt, duhet mos më lë më shumë se 4 vjet, sikur se këtë Abdullah Mesudi ka thonë 4 vjet, apo mos 4 vjet do Allah na çortoj pse nuk u zbutën zemrat e tona, edhe rrjedhimisht me lën Allah subhanahu wa taala me pas një fetari tjetër, kështu që ajo pjesa më e rëndësishme e këtij diskursi ka të bëjë me çka fjalën që i ka thonë Allahu subhanahu wa taala atij që ka vet në urën e siratit, pse po shkoj ka dal, inma abta bika amaluk, ty o të ta çu procesin ka dal puna jote. Domthon ecim përmes urën e siratit, o duke ta dërguar domethënën puna jote. Për fund e shënon Imam Tabarani, Sheikh Albani thotë hadithi është sahih, sigurisht Al-Hafidh ibn Hajar vlerëson hadithi është hasan prej Abdullah ibn Amrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë yadkhulu min ahli hadhihi al-qiblati an-nara man la yuhsi adadahum illa Allah. Thotë për njerëzve të kësaj kibles, domthon për muslimanëve, për njerëzve të kësaj kible kanë me hin në xhehenem njerëz numrin e cilëve nuk e di kurkush përveç Allahut. Për njerëzve të kiblës, domthon nuk ai kiblës pa u kthy ka kibla. Domthon njëri që e ka vërtetuar Islamin e tij, domthon o musliman. Njëri që është musliman, thotë hin për njerëzve të kiblës në xhehenem, njerëz numri i madh nuk e numëron, nuk e di këtë numër kurkush përveç Allahut, thotë bima asawullah, njerëz që kanë bërë mëkat të Allahut, wajtarau ala ma'siyati, edhe janë kont guximshëm me bë gjunohe, wa khalafu ta'ata, edhe i kanë nejt, edhe janë rebelu në çështjen e bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kështu që çish kena me kaluar në siratit, mundi me pa në bazë të kursit ton të fetarisë. Nëse kursi joni fetarisë shkon shumë ka dal, mundi më kon rrezik që edhe ura e siratit më na shku ka dal. Elos Allahu subhanahu wa taala më na vëdësu fillimisht që temat e ahiretit janë qendra jone e jetës. Temat e ahiretit janë qendra jonë e jetës. Domethënë, mos i ta përfundojmë çet ligjrat, është mirë veç në 20 sekonda me reflektu kur sa herë mrena 12 muajve të fundit ki menu për unë në siratit. Veç sa s'po tham sa herë ki bë plane, çysh me ka përcjellur se thjesht veç me të pas shku menja që ka ur siratin në ditën e gjykimit. Domethënë, nëse menomi a thonë një 3 herë ndokët në hyjtbe dikon e komnitu për men. Domethënë, me 3 herë ahireti nuk është qendër për me ta ndresh pastaj fetaria. Sepse domethënë nuk kanë bërë qendër do tema të tjera, ato temat e tjera nuk e kanë forcën për me na ardhmë na prute te çafetaria e sahabëve që 4 vjet shumë janë për mes me mund ndresh ashtu sikurse e kërkon Allahu subhana, elos Allahu azza wa jall, me na mësuar me ka përcy shpejt dhe me hin xhenetin e tij. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.